Assalamu alaikum. My name is Razana Kayoshi from Kosovo. I am representing the Republic of Niger in the Comsec Committee. Zënësit e shkollave ndërkombëtare Marif të Kosovës morën duar trokitje të mëdha për performancën e tyre të pestin në samitin ndërkombëtar modeli organizatës për bashkëpunim islamik, model OIC, i cili u zhvillua në Stamboll nga data 28 nëntor deri më 1 dhjetor 2025. Në këtë samit, Rezana Kayoshi, e cila përfaqësonte Kosovën, u zgjodhi ndër 4 komitetet dhe pati privilegjin të mbante deklaratën e Stambollit gjatë ceremonisë së mbylljes. Fjalimi i saj mbreslënës tërhoqi vëmendjen dhe admirimin e pjesëmarrësve të samitit. Ndërkohë, Ela Naz Yılmaz, si delegate në Komitetin e Bashkëpunimit Shkëlqësor dhe Teknologjik, u rendit ndër delegatët e shquara për performancën e saj të jashtëzakonshme. Kontributi i Yılmaz solli vlera të rëndësishme në diskutimet mbi shkencën dhe teknologjinë gjatë samitit. Përfaqësuesi i Kosovës i Fondacionit Marif në Turqi, Mehmet Nedim Aslan, theksoi se nxënësit përfaqësuan vendin në mënyrë të shkëlqyer në një platformë ndërkombëtare. Suksesi i nxënësve tanë është krenaria jone për bashkët. Në këtë arritje për kushtimin mësuesve tanë ka luajtur një rol të madh. Jemi shumë krenar për nxënësit tanë. Gjatë samitit, nxënësit e shkollave ndërkombëtare Marif të Kosovës patën mundësi të takojnë kryetarin e bordit të Fondacionit Ilmi Yaman, Bilal Erdogan. Ata në udhëheqjen e mësuesve Rita Avdyli morën pjesë aktivisht në komunitetin tematik dhe përjetuan proceset diplomatike ndërkombëtare. Delegatët e rinj zhvilluan dialog dhe shkëmbyen ide me përfaqësues të institucioneve të ndryshme të Turqisë dhe udhëheqës të rinisë. Gjatë 4 diteve të samitit, nxënës nga vendet të ndryshme të botës morën pjesë në punë tematike të komiteteve, seanca panelesh dhe diskutime të nivelit të lartë, duke fituar kështu eksperiencë të vlefshme në diplomacinë ndërkombëtare. Në total, 56 vende të ndryshme ishin të përfaqësuar nga nxënës dhe mësues, duke ofruar mundësi për të zhvilluar njohuritë dhe përvojat e tyre në fushën e bashkëpunimit dhe diplomacisë ndërkombëtare.